Jena në epizodin e 2 të Tony Trains, e sot kena vendos me bu CrossFit me Krenarin. Krenar sa pune. Ajo është që kena me bu tani. Na vish jena tu në zemë. Si që këtë trupi mroba e ka gjithë si në shpinës. Në që kjo është ta ma të bujë. Krenari s'ka të naljon me bo hapjen hitë se na shtini drejtin në zemje, dhe inshallah pjesën tjetër të workoutit kalzën pak më shirë. Kjo edhe një fët pak si ka më shirë. Jo, ketë shkan ka. Njeri, kur ti në gjendë dhe ti me torturu vetëm për 24 orë pa nojnë, apo të dhim na ona. I've been down but I'm back on the rise. Learn every fall, got a lesson disguised. Pressure make diamonds, I'm cutting the ties. With doubt in my mind and the fear in my eyes. Cold nights turn to long reflections and to build peace from my own. Qëtë, nalë, show pak me kry. Edhe pak, qute nalë. Bravo! No time for the trap. Roll me fast, I'm taking it slow. Seas don't grow if you Ke shkojna ka dal ka dole, tu e mësu lëvizjen, tu e këshy që kina qitë workout, edhe këti bujna ka dal ka dole. Mobilitet kishe, e posh, me të më të mundë me pas mobilitet, dhe më thonë, këgja është sukses. Du të me pas shumë zgjatjet mirë, edhe gradualisht dhe më thonë, tu e bu muskulin tu zgjat, tu shkuz dhe më thonë, gjithë ditë ma mirë e ma mirë. Shtë që, bravo. Ta shkina migrase, jetë fitnessit. Hajde, ta shojmë qa ka përgatit Krenari për neve. Hajde tu full edhe tu bu. Hajde. Shkojna wall walk. Për shembull, shtrijem këtë shtetën kumë. Shtetën kumë. Afrojmë dorë qëtë. Do me thonë tash, lëvizja e parë është në gjej. Qëtë. Shtyju mrapa. Qaj, qëre tash, lëvizja e dytë është qaj, piramid. Shkon koma nalt. Tjetra, shkojna me dur, deri për fund. Edhe këthejmë. Qajo, sot mënesh. Shkojna edhe një. Jo, këthejmë ven. Shtriju poshtë. Lëvizja e parë, pështet i kumë fund. Lëvizja e parë, kënë gjëj. Për me orë ma letë, për me mos me shku presioni kejtë shpinës. Qumë piramid. Qajo, shkon koma nalt njona, zgudzë mu livrit durët. Bravo. Shkojna mroba edhe pak, dhe sot mënesh, mira shko për para. Qaja, ko që të gjithmonë shpinën, për shkak se nëse bjen shpina qështu, qëre, nëse bjen shpina qështu, ja kena gjitë presionin shpinës, qëre. Po, të kuptaj. Kori shtrëngohet pjesa komplet e barkut, edhe tani dur të hecin, apo kuptën. Do me thonë shkojna dhe më fët, fop, edhe këtheja. Kampionin që atje, 4 herët CrossFitit, Homza Sylqa. Për shembull, me të pas mo, tash të shku me dur atje, pa u vendos 2 komp muri. Kur vendosën 2 komp muri, më në me livrit me dur, se veç ta vën në rep. Shkoj një. Tash që kina me buna? Dilem për bol, e shti nërkom, është alternatin, gjyksi për para, kopët, shkon tash dora prit. Një. Qaja, shkon e dyta. Prek poshtë, shkon nalt. Prek poshtë, shkon nalt. Hajde. Bravo. E është pojenda qëtu, tash nga. Mës me qu me forcë, po a ke po kur të ngri agregatin. Me dhezë. Tash, që kjo është qëtu? Që kjo puna e teknikës në CrossFit. Nëse na kena me qu qështu, kena ma fështirë, se kur t'jenë qështu që kena në workout, mi bo tash për shambull, workout janë, da më thnesh 15 copa. Tash paramenu 15 copa, më strikt, sot lju dhe kraj. A ku ti kur të qanë këshyre qështu? Qëre? Pi qëtu e qëkaj nalda jo? Do me thonë na gjysën e forcës e kena shpenzu. Po. Një. Qëtash, pytje forca. është 32-she, edhe është gjithë shka, do më thonë, ka munol në dorë, më rapa.
që kjo tash kallëzën ti, sa e ki qatë krojnë, sa e ki shpinën, sa e ki, me thonë shumicën e seneve. Dhe me thonë, që kjo është tash, qështu, op! Shkojmë. Ove, që të? Drejtaj shpinën, këshur për para, qaj. Qaj, mire, bra, qaj, që kjo është. Shkojmë poshtë, bra, qaj. Dhe me thonë, të të na, në CrossFit, është shumë me rëndësime ta kallëzu. Të na është i mirë, në kit lëvizje, gjimnastik, peshngritje, edhe në fitness, është mirë me konë veç mesatar, me ditë të tënat mesatar. Po. Do të bush kampion. 3 runda ka 15, ti në rundin e 3, do shmë nalë 6 herë të 15. Unë jam mesatar. Tash. 1, 2, 3. Dhe me thonë, unë e veç si më tërë nuk nalëna. E ta shkojna me rritë, peshën. Dhe në që është ledhë, në të këtë ostë. Ai kur. Paraqitet lingu mes. Butterfly, du të me mësunia butterfly, tani është ku kopër, qërë butterfly, qërë, hop, butterfly është pull-up ku veç mjekra del për mi barë, si del mjekra për mi barë, o pull-up, edhe kjo një manë në kohë, se për me bule një pull-up, gynë swing, edhe mu qu. Swing, mu qu. Hup ko shumë. Butterfly është kur të kohën. Po. Se për ndryshe me bo pull-up në CrossFit është që kjo. Që kjo. Në do të hup ko. A butterfly kopësh edhe Pa i kryve dhe a? jepi fort. Qyshve i kryve? A pe që shkështë lajke dhore. Qëto ka në shtrimet për sët, krenori sët nga ka myt, edhe nga falenderojmë shumë që nga ka liu me ushtru sët me të. Inshallah, je kena përmboj standardeve. Na, ka leju. Më jena knoq shumë dojës, unë e këm qef pak ju kërkej folje që nuk foli me ëja. Po, na qysh jena rrit, edhe po më duket që më ka përshtatë edhe që kjo sport. Mas futbollit, që dy tina kun futbollera, unë e si kum kallëzu këtina. Po kun me njëre sporti dy që më ka flejt, edhe kom gjetë vetën të, edhe mi ka përmbush pak që ato, se në kom qef pak ma jeger, pak ma sfida, edhe kom thonë, do sta ja më dhomë mësë më thërë me lujta si sporte që s'mu i mu vra. Kështu që, kena kalu shumë mirë. është një për njerëzve jo veç i bukur, po edhe i mirë në atë aspektin ku ka mobilitet,
Mundet kësi ti mësot teknikat me pos tepër forcë, tepër sukses në çfarë do sporti. Se çaja mobiliteti e bën që atë lëvizjen që nuk është e kufizume. Hec dora, nalet barbelli, edhe për mu kun, edhe unë e kom mësu sot një njeri që na vjen me muskuj bajage edhe që e qën klinin. Problemi nuk është që e qën klinin, se më nëshme që klinin. Po që e drejtën dorën edhe i pështetët tamam barbelli, më thonë është shumë problem. Unë të kallëzoj se jo vetë si jem trenere, unë po desha, po është një sen që përbollna për çdo ditë me qëtë fakt. Nëse ki shumë muskuj, nëse nuk ke pas shumë mirë zgjatje të në kohën në dhe minejt gajtë në vetës, në mobilitet, nuk ka shanta më të pështet barbelli qëtu, me të këtë masë muskulore. Kështu që, bravo, për sportet që i bën, edhe për që të falimderimin edhe që të ka pëlqy që kjo sëd, unë jem një mas mirëte. Jo forja që me të kallëzu se e pati vetë se çka bën crossfiti. Crossfiti nuk është një pjesë sporteve që është fasadë e mirë ose vjen këtu me hup veç peshë, thënë. Këtu më nëshë mësë mi pas kockat mirë. Po motorën e ki, temelin e ki të ndreqt, edhe mu më vynë fitnesi, edhe unë këmë arë një ditë fitness me ti. Kam qef me mësu, edhe për çdo ditë, dhe më thonë, që shko ki nevoj ti për shamull me arë qëto edhe me ndrejt qatë punën e motorët që tash, edhe unë kam qef me arë me ndrejt qatë punën që su mbi vinë fije që me mu shto. Kështu që, shumë shpejt me arë në gjim një ditë, edhe faleminderit që e keni zgjedh venin, mu, edhe ju faleminderit si Urban FM, ju faleminderit që më keni nejtë gati edhe me sene tjera, edhe shpresoj dhe më thonë që kam jau gëzu. Që na ke zbarë thyën, kam kallëzu që nuk marrën frim kak. Nice, që ajo kohë një mesazh dhe më thonë ti kallëzojnë dy javë që s'marrën frim kak. Shumë faleminderit.